A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me derset Sewadul A'zam. Ky libër përbëhet prej disa meseleve, afër 60 kusur ishin, që janë pikat elementare të akides ehli sunne vel xhamaa. Allahu na bëf nasib të vdesim me këtë akide, të shkojmë botën tjetër me këtë akide, se vetëm ashtu mund të shpëtojmë nga zjarri i xhenemit. Dhe pika e 7 sot do lexohet, meselja numër 7 është, do me thënë, yenbaghi lil mu'min, duhet besimtari, en la yakhruja ala ahadin min al muslimina bisayfi bighairi haqqin. Mos kundërshtoje, mos rebelizoje, apo mos dale përballë besimtarve me shpatë pa të drejtë, pa pas hak. Do me thënë, mos rebelizohet ndaj sistemit të muslimanëve, ndaj shtetit të muslimanëve. Themin perandorin osmane, një shtet islam, dhe ti e marri shpatën, bësh kryengritje, se duhet të zdroju në këtë pushtet zullumqar. Kjo nuk ka të bëje me asnjë pikë të ehli sunnet vel xhamatit. Sa dush thiru ehli sunnet vel xhamat, kjo s'ka lidhje me këtë. Bile, sa me qenë zullumqar, thot pejgamberi, edhe nëse ta merr pasurinë, edhe nëse të shtrim për toke, dhe të shkel pa të drejtë. Do me thënë, ti bën këtë llojet e zullumit, nuk ke të drejtë ti të bësh kryengritje ndaj shtetit. Ehli sunneti këto pika i ka shumë të qarta, e në rinë shumë strikt ndaj këtyre. Thënë, jo në këtë aspekt, po pe këtu mund të marrim edhe një terbije, nuk thot qitapi, kështu, po unë e thëm, neve që jemi ehli sunnet, duhet në interesoje vetëm qitapi, vetëm libri. Hoxho ka protesta për atë, ka protesta për këtë. Unë e thom këtë nga prizma, nga pasqyra ehli sunnetit, neve duhet të falim nafile namaz, neve duhet të hikim harameve, me asi protesta, me kryengritje, nuk hecin punët. Këtë mas mirë të e kuptojmë, se di sa jeni në dijeni për historinë e Turqisë, çdo herë në Turqi, mas perandorisë osmane, ka pas një vakët të vështirë në aspekt fetar, pastaj zgjohen muslimant. Bëhet një zgjim, elhamdulillah, në milën popullat, sikur vinë ka pak ka pushteti, pastaj prap një puç ushtarak, prap e marrin ato tjerët, prap ma pas zgjohen muslimant, prap vinë pushtet, prap një puç, derisa sot që është ky, i vetmi që puçin e bën një puç. Dulen ushtarët, tha ku shkojni be? E natë me një FaceTime, me një FaceTime, telefon u lidh me një kanal, tha shtoj vaj, prejtni, ju qerët dinni, zini rrugët, tha pak, unë jom pushim a gjenan të alene, tha së mblini rat një pushim të bëj, shtejt va kalzoj qifin, sa azgan njeri është, mi leti dul udhnave, kundër ushtarit, aj me mitroles, me pushk, me tank, ne dulëm me një palë të shpej, unë isha ataj, për që atë vakalzoj këtë muhabet, ata isha, nuk e kom me të ndajme, aty isha. A i tha, shtej dhe vajt vakalzoj qifin, kur erdhë në sabah, kur e pam se ka ardhë për zxalli, a e dini qëfar guximin a tha Allahu Ta'ala, Allahu në bof nasib, e din, t'i shjojmë këto të mira në botën tjetër, këtë botë më s'ka, nuk është mire dhe shumë me u krujt në këto tema, ama, dun të ta vrasin rebelistët atë njeri që ti i besojsh njeri mirë. Jo absolutisht Kurani edhe Sunneti. Ama keni simpati ndaj atij njeri, këto dun të ta vrasin. Te në sabah e shofish të gjallë atë njeri. Para mbas një 2 ditë kur edh xhuman ta fale, edhe në çfarë atmosfere ishte atë. Edhe si është ajo puna, majni zdi që ka bo ta natën, ka pide njëse, e në delpi asaj vrime, thot, ku ba jo maca, e ne ishim ashtu, afekt, Allahu mos provofte edhe njerë ymetin e muslimanve me një sproft të tillë.
E tash, për herë që kanë marrë ftyrë pak muslimant, hajde hoxho të bëjmë kryengritje. Hajde hoxho të bëjmë dëni protest, hajde hoxho, edhe ta shfrytëzojmë tash këtë punën e se udhëhecit i kemi pak ma fetar, pak ma musliman, edhe dalim në për sheshe, të bëjmë dëni protest që t'i shtymë ato me zort, e ta bëjnë qatë veprim, ta bëjnë që këtë liqë, ta bëjnë atë, ta bëjnë këtë. E ne vjen një revolucionar ka që ne ka hek shumë për këtyne qerve, musliman i mirë, te hoxha ju një dashur Mahmud Efendia. Hoxha, e në ti kje shumë talebe, te kje shumë dikim gjemat. Hajde e në ti, edhe ta bëjmë një protest madhe kështu. Ama bash interesant, bëhen protesta kur fillojnë zgjohen musliman. Qife sa i pa vetë disha. Tash përballë e kje zullumqarin. Përballë e kje zullumqarin. Në fazat e zgjimit të muslimanve. Jo se hala kanë ardhur në pushtet muslimant. Flas vitet kur kanë fillu të zgjohen muslimant, hoxho qitjen të i talebet e taj, dile dhe ti, një umre, shkoj e pat, e keni pat video në internet? Sa mi veta, ndoshta 100.000 veta kanë shku numre, e tash para mendoje një sken të tillë në përsheshe të Stambollit. Salih Mirza Bejollu e qujnat revolucionar që e mbante veten, e në i thot Mahmud Efendia, vine një terlek. Vine një terlek. Unë jam këto mendime, gjema. Nëse du është ti të bëjsh dhe një protesta, dhe një sen, unë mund të thëmë maksimum, fal namaznate. Ti, lisho e mjekrë. Se ne jemi hoxhalar, gjema, ne nuk jemi politika. E ne duhet të rrim maksimalisht larg këtij në punëve. Kese pak lidhje edhe me temën. Se kur miresh me ato punë, dhe duhet mapa edhe, varësisht jenë këtë parti, dhe jesh opozit, dhe duhet dalish kundër asaj partije që është opozit. Mapa prap dhe ndrojë devrani, prap dhe duhet për herë atë që është në qeveri, dhe kush mos e lanë e rahat. Kjo nuk o sjellje muslimanëve. Leni ato rahat, ne punojnë, neve ta shohim punën tonë. Ta shohim qitapin tonë, ta shohim xhamin tonë, mezhlisin tonë, tepekin tonë. Çeto bubaçkat ti largojmë. Vallahi ma punë bereqeshme se ti largojsh bubaçkat, insektet, pi xhamis apo pi mezhlisi ku mund t'i pengojë muslimanëve. Kjo shumë më e bereqeshme se dalish ti drejtosh brinat e dashit aty në qendër. Tam. Sa i përket këtyne milingonave me flet, kjo ka një terbije shumë të madhe që na e pa Allahu xhelle xhelalu në sahet tyne. Milingona me flet. Të zakonisht dalin ka namazë i sabahit, e në për xhamia pi dafen, do shta pi nxeftit ftoftit. Milingona. Mis për përdhece në të tovi, ja far emni ka, mis për përdhece. Ama, e ndajnë vitin diqka, e në Allahu jep fletë. Ki me ndonë se dë fluturoje, a fakt jonë momentet e fundit të dini. Milingonave kur i dalin fletët, të dini se është të shku ka vdekja. E këtu ka një mësim shumë të madh edhe për njeriun. Dhe njerë të vejmë viti si kur jetu fluturu, ndullën fletët, ta dish se jetu shku ka shkatërimi. Nese, besimtarit nuk i ka hije medal me shpata kundër besimtarve. Sepse pejgamberi a.s. ka thanë, el qatilu wal mektulu fin nari. Edhe vrasësi, edhe i vrari do të jenë në xhenem. Shif, nuk shkoj shehit. Pejgamberi a.s. thotë shkojsh në zjarë të xhenemit se ke dalë kundër muslimanit. Po hoxho, a i më vraf më pse une? E në ti e ke pasat njetë, ke dalë për ta vrahat. Nëse ju kujtojt në atë hadith që e lexum, thonë hem, edhe në akide lexohet kjo, për edhe besojnë derset, shifa i sherif ka kalu. Do me thonë, bëjsh hem, bëjsh një njetë me zemër, nisesh, nëse në zemër nuk e ndrojsh atë njetë, atër nuk dhe të shkruhet, atër dhe të shkruhet, nëse e ndrojsh atë njetë, më falë, në zemër e ndrojsh atë njetë, atër nuk dhe të shkruhet gjyna, se nuk e ke bo. A nëse ti vazhdove me atë njetë, e mapa doli një penges, ajo dhe shkruhet si gjyna. Fjala vjen, unise që dhe bëj kryengritje, more shpatën ku abe Sultan Abdulhamidi dhe vras. Ku është Sultan Mahmudi i dytë, agent Taif që u bo një kryengritje, e ne i rrethekun qytetet e muslimanve Osmanli që ishin, e ne i lan njëtë si në Bosne, pa uj, pa buk, e ne
i likuiduan me qindra e me mira musliman si ndodhi në Srebrenicë. Duhet pak t'i lexojmë këto fakte historike, ama ne lexojmë fakte historike në Instagram e në Facebook. Inshallah, kush din turqisht, në Stamboll kur shkoje, le ta gjeni libër që ka shkruajt Eyüp Sabri Pasha. Tamam. Hoxha gjina kallëzojsh, ka njerëz që seriozisht lexojnë libra gjema. Ani se në tetof nuk lexojmë, ka njerëz që seriozisht lexojnë libra. Ditë 2-3 libra i lexon. Ndoshta një namaz nuk e fal. Vallahi billahi, ky veç iman let kiet është shumë më i vlefshëm ente Allahu xhelle xhelaluhu e në sytë e muslimanëve zaten pi aty nxjerrim atë rezultat se sa një plak që bëhet pengesë për hapet dia apo të bëhet ibadeti si duhet në xhamia. Tamam. Dhe njetin e ke pas. Do me thënë, ti tash e more shpatën dhe dole kundër muslimanit. Gjatë rrugë, po nuk u bone pishman për në zemër, ajo vepër, e në dzun një vdekja, ajo vepër mbet si gjynaf, që për qatë dhe përfundush në zjarë të xhenemit, deri sa të fshihet ai gjynaf me ndëshkimin e zjarit të xhenemit. Idha qasada kullu wahidin ila sahibi, që kur e ka pas kast, kur e ka pas niyet secili, ta vrase atë qetrin. Ki Allahu Ekber, shkon ta vrase kët, a qetri Allahu Ekber, ta vrase kët, atër të dy shkojnë në Allahu na rrit në xhenem. Mirë po, njëna palë nëse është ai që e simbolizon apo e përfaqëson shtetin e Islamit, sigurisht që nuk hyn këtu. Them janë zënë dy veta, i ka hin nerva, i ka hin fush, ja ka nguc gjalin, ja ka nguc gruan, e në merr shpatën, shkon kojshist, ja e ke krajin. Ky është xhenemli, e na i qetri që ai ka ardhur mu të vrasë, që në unë do dal, për këtë e këtë punë, u zonën të ditën xhenem. Mirë. E këtu tash, duhet një 2-3 sqarime të vogla për me kuptu këtë punën e vrasjes apo vdekjes më mirë. Ulemat e ehli sunnetit thujnë, Allahu Taala njeriu t'i ka fal një e gjel. E kina ngjau këtë fjalë apo? E gjel. E gjel i vjen afati kohor sa dhe jetojsh në këtë dynja. Ose disa kanë thënë momenti i fundit kur ndërpritet mo jeta. Kthej ka ta kthesh del se ndin jetë. Allahu Taala ta ka caktuar. Dhe neve nuk mund as ta bijem më herët e as ta shtym më tutje. Një e gjel është. Do sekte qera thënë jo mund kjetë më shumë e gjele dhe na japin neve si argument hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam ku thot pejgamberi sallam sadakaja ta shton ymrin. Cilesh mirë me prindet ta shton ymrin. Apo e tash si di komentojmë këto hadithe. Unë edhe në rrethin tonë kam gjuar këtë problem. Hoxho, si mund shtohet ymri? Allah ja se ka caktu. E ka caktu e loqk, po e ka caktu me disa opcione. Kësa i thujnë kader muallak, bashkë me temën para prake, jo rasish e ka vu këtu këtë mesele. Yani, vrasësi e vret të vrarin, si ka ndodhë kjo? Me caktimin e Allahut. Një caktim është, një e gjel është. E po, ku di shtim ato hadithe ku thot, kishe dhënë sadaka dhe të shtohesht e ymri. Si mund të shtohet ymri kur caktimi është një? Allahu Taala në atë një caktim ka shti opcione. Si t'jape sadaka, pim 50 dhe jetoj 70. Si mo jape sadaka, më 50 dhe vdes. Si të shkohet fuget pim balkon, ka të 17, zotin arrujt, 25 vjeqar. Ku edhi një opcion tjetër, këti në u thënë kitë kadera muallak. Si një gjithësi, si një tërësi, është kader mybrem, i paluhatshëm i Allahut, a i caktim. Në cila pe këtyre pikave poshtë të ndodhe, hynë të i caktimi i palëvishëm i Allahut xhelle xhelalu, i pandryshueshëm të themi. Tamam? A e kuptum tash? Allahu e ka ditë qysh në ezel, qysh në pafillim. Robi jem, si t'jape sadaka, djashtoj, si cilet mirë me prindet, djashtoj, si mos të sillet, nuk do t'jashtoj. A e ka ditë prap ti cilën do t'a bësh, po për t'na vërtetu neve, Allahu Taala na sjell neve në këtë dinja, që ta shohim botën tjetër, ku e dish ndoshta 100 e kusur vjet kemi mund të jetojmë, vetë se i kemi thënë nanës, uf, be mam shile gojën, babës se i kemi thënë, ene ta i s'marri zhvesh, kur gja, ose ato fëmijëve u kanë thënë adin, ato fëmijëve u kanë thënë ndoshta,
Në ajo është një prej sebepeve. Apo sadaka nuk ke dhënë. Sadaka nuk ke dhënë. Në vend që t'japish një talebes që të studiojë sheriatin, shkove i dhaje betoneve të minares apo të mihrabit, mendove se ajo është ma sadaka se kjo, jetove 60 vjetë. Ti kishe dhënë talebes 100 vjetë do jetojshe. Po nuk është aty qëllimi. Është qëllimi se betoni një ditë dëshduket se të ndodhe kiameti. Ama ilmi që e ka mësu një talebe i sheriatit është ilm i Allahu Dhul Gjelal, ajo s'ka fund. Ajo nuk në dërëpritet. E në xhennet dë mund njerëzit lexojnë kitabe, studiojnë dënise, ama jo për me mësu, po veç për punë qefi. E në Allahu si të na bëjë nasip të hymë xhennet, pa fund xhenneti. Hoxha nuk dë mërzitemi, a i gjimendon kësha u zeten. Pala dë hien xhennet, zotinër. Po ti vetëm ulemat që kanë jetuar perandorin Osmanës ja çesish fundin apo shko pak te ajn ziaret, shko pak te kin ziaret, mëso pak pi aty, mëso pak pi këti. Ktheman bas një te tabinët, po te sahabët kur do mbrin me loç. A mund të mërzitesh aty? A mund të mërzitesh? Po për ditë shkon ziaret. Për ditë shko. Në këto do ndodhin o gjema, mo na duket xheneti veç si një ëndër, vallahi do ndodhin, billahi do ndodhin. Allah ja Rabbi na bashkon xhennet. E nësa tema kemi për me fol, me Fakhrudin e Razin, unë kom shumë mesele për me fol. A mund be imam pak që këto tefsire që i ke shujt? A mund të mi kallëzojsh tash? Edhe në xhennet dhe kuptojsh ma kollaj se s'ki e nefs, nuk ki e pengesa, nuk të shkalp truni me gjynafe, po zaglave aty, ajo e kuptumja, pse se marrë vesh. Pika e dish, Ramazan Hoxha që e kisha një koleg, se pash një herbile, nuk u bona dëshmitar të bëjë një gjynaf, as t'ja the dhe kujtë zemrën, as të folën bas shpine për dikë tjetër. A i menit lexume i kupton të temat, unë e 17 herë lexo, e në atë pikpytja e kam kuptu. Vetëm një herë e kuptova para ati, si ato fletët e milingonës, a si hini vitin qif. Unë e para Ramazan Hoxhës e kuptova meselen. Ama aty e kuptova pse Allahu Teala çdoherë ja mundson të atij ta kuptoj. Hiç nuk boni inat, as nuk boni asoj lakmije. Besim abi, hajma kallëzojnë e mu me njerë. Këto ndjenja mund t'i dje vesh një talebe i sheriatit që mësojnë bashk, aman më në kape inat, pse be ki për herë. Pse ki për herë? Kontrolloja pak njerë të kalumen e jetës dhe e shojsh pse. Dhe atë Allahu Teala, elhamdulillah prap edhe neve na boni nasip, qashtu në botën tjetër s'ka të mërzitme, se mund të shkojmë, bisedojmë, bëjmë muhabet, shif, atë ilëm që s'ka fund për qatë, vendos ku dhe japish sadaka. Japish sadaka, Allahu Teala, ta shton ymrin. Dhe argumenti i dytë që dun të na zan neve ngusht, është se thujnë, ju këshu si thoni, atër ky katil, ky vrasës nuk duhet të ndeshkohet. Me që Allahu Teala e paska caktu, një exhel, dhe si pas juve, harova atë të them, njeri nuk e merë shpirtin, prapa Allahu Teala ta merë shpirtin. Tamam. Juhyi wa yumit, jep jetë Zoti dhe merë jetë Zoti. Ky katili, ky vrasësi është të bë vetëm sebeb. Tamam. Një lloj si nana dhe baba që bën sebeb të linde dhe të ketë jetë fëmia, atë jetë a jep Allahu Gjelle Gjelalu, ati fëmi si jep Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu gjithi gëzof me fëmi, amin, të hajrit, amin. Tash ana sjelltas edhe për vrasjen ndodh e njëjta, vlen e njëjta. Ti veç i ke bo ato sebepe që te sunnetullahi, te ligji i Allahut ashtu kalon se kshu njeri duhet vdese. E ti e repetire, Zoti na rujt, ata bëja të skenën, me pishtol, Allah i na rujt e stakfirullah. Fën pejgamberi alayhis salam na ka ndalu për shaka me a drejtu, edhe për shaka bile me a drejtu muslimanit thikën. Për shaka, edhin, tu pre salat në shpej, i kthehesh asaj tëndes. Ta dish se bësh gjynaf. Nuk ka shaka aty. Vë hoxho kina ngjau për juve, o xhallarë, se me burë e gruet bëjmë shaka, s'ka shaka me thik. Se mbush shejtani, si kemi thënë, apo. Shaka kështu me thik, nuk bën. Me pishtol hiç nuk bën. Do me thënë ti kur e drejtojsh pishtolin, Zoti na rujt për dikë, apo thikën, apo shpatën, apo shigjetën,
kitë lojnat e fëmijëve ton, apo shigjetën, do të thot ti jetu e bo atë veprim që zakonisht merr jetë. Allahu aty e ka kriju të marrmen e jetës, të shkojë jeta. Dhe ti e bësh një veprim të ndaluar. Dhe neve kështu i përgjigjemi atyne. Jo, nuk është ashtu ju si thoni, që nuk duhesh ka të ndëshkohet ai nëse Zoti qenë ka i që e merr jetën. Ti nuk je ai që marrish jetë, ti je katili. Katil në aspekt, bëhesh sebeb i vrasjes, i marrjes së jetës. Tamam. Than ti e ke bën një veprim të ndaluar, që nga i veprim zakonisht Allahu Teala merr jetë. A do njerë ndodh e kapish tank lulet balit, ose në Turqi ndodhi një këngëtar që 800 vjet hala gjallë është. Vdiqën kitë moshatar të ati, Ibrahim Tatlisëzi. Piktu i hyni plumi i dul ka ana tjetër. Mbeti gjallë, apo? Më thënë, kjo të regon se Allahu është ai që merr jetë. Edhe pse ky njeri e ka bëhat sebeb që zakonisht shkon jeta, apo? Ai do ndëshkohet si me vra njeri, sa e ka bëhat veprim. Sipas njetit, ai ka dash ta vrasë. Allahu Teala na rrit. E në hoxhën tem të dashur, një shargjer ja kanë shprazën vetur. Trrrt. Një shargjer, do të thonë mitroles, as pishtol bile jo. Sa pluma ka një shargjer? Një qenë ajo Bugulinov ishte. Dhe një mitroles hesapi, besoj me atë tash. 20 pluma, 30 pluma, thuj, një vetur, sa hapësir mund kjet, as një plum nuk e zë. Ja, as një plum nuk e zë. Ama ndënjer Allahu Teala, ashtu të sprovon, në shpinë tande hyn një doktor, me lehen e kujt ka hi, me depërtimin e kujt ka hi, nuk e dim, prap për të njëjtin njeri bëhet fjalë për hoxhën tim, do me thënë, aty Allahu ku e rrujti nga plumat e dyshmanit, hyn doktori jot korsem, ti jep gabim ilaçet me qëllim që të të helmojnë e të vdesish. Prap nuk vdiq, elhamdulillah, ama pësoj shumë ka shëndeti. Do thënë, Allahu nuk e ka obligim të truje se sa herë. Tamam. Hazreti Omeri e pa Sarien, disa kilometra ma larg, pin Medine, hutbe të mbajt për xhumë, tha, ja Sarje, ilel gjebel, që e kishtë lëshu një ushtri në Uzbekistan, me një shtet, e kemi lezu, po së më kujtohet, ku? Thot, pin Medine, vërtet, hik kamali, ose ke kujdes edhe nga mali, më të të vje dyshmani. Dhe ai Saria, ai komandanti radiallahu anhu dëgjon këtë fjalë. Do me thënë, Hazreti Omeri pin Medine e shef një skenë me 1000 kilometra larg, ama nuk e pa qafir mbas që jerdh Ebu Lu'lu, t'ja ngulja thekë. Tamam. Caktimi i Allahut është kjo. Caktimi i Allahut. E ne themi duhet të dënohet pse e ka bën një veprim të ndaluar që Allahu Teala na ka ndaluar, se pi aty zakonisht edhe i merr jetët Zotit Xhella Xhelaluhu. Mirë. Pasi e kemi këtë të qartë, vazhdojmë tash. Wa'lem, o ti musliman, duhet ta dish se një njeri që vret një besimtar tjetër, khataen, gabimisht, atë që e bësh me kast, ajo është tjetër punë. Ajo të çon në zjarr të xhenemit, mirë, po megjithatë nuk themi se bëhet qafir. Tamam, nuk themi se bëhet qafir. Temi tash, ky dietar i madh e hap këtë temë gabimisht me ndodh. Allahu Teala na ruaj, që sot si mund ndodhe me vetur, gabimisht ta shkelish, apo ke dal, ku e di, ma para, ka ndodh ma shumë, gjuhë e ti ka dal njeri, kurse gjuhë e dëni se, kalon do kush aty ka gjethet, po ka ndodh këto. Ka lëshush i gjetën, kurse hajvanin kur shef aty, dëni njeri. Neve na ka ndodh familje, ka nëna ime, ka ndodh një fëmijë, stakfurullahi. Me na të afërmit e vetë, dhe një gjysh, mijë, njeri shpejës, me traktor, nuk e ka pa të shku në bas, fëmijën e len që aty në vend. Allah ja rabi në arvej. Për që gjema kur hypim vetura. Këto lagjet tona tash që mo, s'ka vend për me marë frym për veturave. E dini si mund të dale i fëmija për të vetura aty ti nuk e shosh. Shumë ka dalë duhet me vozit në përlagje. Shumë ka dalë duhet me vozit në përlagje. Allah i në rujë, nëse së ne falish veten. Sa do që tjetë khata e në gabimisht, prishet psikologjia. Prishet.
Dhe unë e njoh edhe një njeri që kështu gabimisht e ka vra një njerë. Gabimisht to, nuk dhe ndëshkuesh në botën tjetër si katil. Estakfirullah, ama është bare e madhe. Allahu Teala na rujt, për çfarë shumë ka dalë në qytet. 20 be vozit be gjatë. Ani se të shana i mbas. 20 vozit. Ai maksimum 30. Ta provoj hoxho nuk në për muhala gjema se njëherë ndodh belaja. Kush e vret një besimtar gabimisht, vejebet alehi dije wal kefare. Dënimi ati çka është? Gabimisht e ka bo, ani prap Allahu Teala në Kur'an e ka cek këtë ndëshkim, e ka obligim dijetin, do me thënë një dëmshpërblim me të hollat paguje, wal kefara dhe qefaretin. Thënë dijeti i paguhet familjes ati njerit, që ja ke vra, themi gabimisht babën, ja ke shkel me vetur. E njënit i ndodhi që, ja, sa raste dalin. Vinte edhe ndersa i gjali. Babin e vetë, pi 100 di, me abdes, tu dal pi xhamie, ka fal namazin e 100 e kalon rrugën, tak, në vend. Lumë për atë që shkoja, ma është një vdekje pak tragjike, apo për ato që i le mbas, le një farloj traume. Allahu Teala gjithve u dhash sabër. E tash çka duhet bëjë ky njeri që është bërë sebeb për këtë vdekje? Diet, do me thënë dëmshpërblim. Duhet me pagujt, në për libra ton Hanefi kalon 1000 dinar. 1000 dinar sot bëjnë parafërsisht me atë vlerë të atërshme 490.000 euro e bona një hesab. Nese, mohim këto tema. Do me thënë, kush e vret një njeri gabimisht, dënimi, dëmshpërblimin këtë dynja, familjes të vrarit, është me ja pagujt një dije, një dëmshpërblim, dhe tash si dënim ndaj Allahu Xhelle Xhelalu, dënim shpirtënar, duhet me pagujt një qefaret. Qefareti është me liru një rob besimtar, vetëm këtë rast e themi besimtar në Hanefit, në rast e qera, çfarë do lloj robi? Shafitun, jo, derisa këtu ka thënë Zoti besimtar, te kitë e bëjmë hamlat, mutlakin e bëjnë mukajet. Ne Hanefit mutlakin e la mutlak, mukajedin e qymë, mukajet. Atër, nëse ke vra njëri të pafajshëm, gabimisht, duhet të lirojsh një rob musliman. E sot nuk i kemi, atër, thot Allahu Teala, 2 muaj pandërprer agjerim. Do me thanë, edhe familjes, të vrarit, të vdekurit, merhumit, di paguish një shumë të madhe dënimi dhe 2 muaj një pas një do të agjërosh këtë nga ana e Allahu Xhelle Xhelaluhu. Dhe kush e vret një njeri me qëllim, edhe pse është gjunafçar shumë i madh, e ne pse të digjet në xhenem, nuk i themi ne qafir. Dhe nëse del nga kjo dynja me teube të sinqert, Allahu Teala ja fal. Nëse ka bët teube sinqert. Shembulli i kujt është ky? Vahshiut radhiyallahu anhu. E vraf Hazreti Hamzën, ma po u pendu me gjithë ment, me gjithë zemër, Allahu Teala ja pranoi, pejgamberi alayhis salam ja pranoi. Dhe nëse del nga kjo dynja, që i tha fakti që i tha se nuk du të shoh ri falu mas asaj shtylle, nuk ishte se pejgamber tha s'du të ta shoh tërën. Prap ishte për të mirën e Vahshiut. Prap fundi ishte njeri pejgamberi alayhis salam, me ndodh diçka në zemër kundër teje, ti dëshkatrohesh. Se jom insan. Allahu Teala shumë e don të dashurin e tij, habibin e tij, derisi i fundit. E merr itibar e bën, do me thënë, e merr parasysh në gjenjen e zemrës pejgamberit, sipas asaj ja lishon mallkimin. Te Allahu Xhelle Xhelalu ka vlerë pejgamberi alayhis salam. Krahasim me pejgamberin kërkush tjetër s'ka vlerë. Ma pa kanë vlerë sahabët, nëse ka vlerë te zemra e pejgamberit ai sahabi. A kishin vlerë? Kishin vlerë. Edhe neve dhe kemi vlerë te Zoti Xhelle Xhelalu, çat sa dihim zemër pejgamberit alayhis salam. Po çat mjekër, terllëk, sunnet. Hajde ose protesta, mbaj terllëk. Ose dalim, e vënëja strojën shumë shtrenjtë. Fal namaz natë. Lutju Allahut ta ulet çmimin e vënës, pse be hoxha Allah ja përzihet në ato punë, u bën e qafir. U bën e qafir. El Qayyum ai që mban kontroll këtë sendet është Allahu Dhul Xhelal. Ja.
Unë edhe vetur kur kam blet, jam lut, ja Rabbi, ruja dellat veturës time. O gjema, ne s'kemi akide. Pejgamberi a.s. ka thënë edhe pinat e këpucëve bile, lut ju Allahut të kjesh takat të lidhish. Unë nuk i thash Allahut Teala të më ndreqe veturën. Duhet të qyshte mekaniku. Ama nëse s'ka caktu Allahi, ajo vetur të dale për hajrë, sa të dush qojë në për mekanikët matë majrë, prap nuk në ndreqe. Këtë punët duhet t'ja lidhim Allahut gjellë gjellë. Shëndetin ja Rabbi në ruj, ma pashko të doktori më i majrë. Ama njerë në zemër sose atë punë. Nëse bën teube thot, del nga kjo bot i falur inshallah. Ndërsa nëse del pa teube, atëherë është në vullnetin e Allahut. Nëse don Allahu Teala ja fal, nëse don e ndëshkon. Të falmen e bën me fadl, me mirësinë e tij, ndëshkimin e bën me drejtësinë e tij. Sa dhe ndëshkoje, sa niveli i gjunafit. Ke vra njeri, është për gjunahe të mëdhaja, kjo meriton dëshkim më të vështirë në botën tjetër në zjarr të xhenemit. Pastaj Allahu Teala e nxjerr nga zjarri i xhenemit dhe e shtin në xhenet, pse ka vdek si musliman. Tamam. Ani se ka vrar njeri, ka vdek si musliman. Dhe kush thot që ky katil, ky njeri që vret njeri, yebqa fi nari ebeden, dhe qëndroje përjetësisht në zjarr të xhenemit, atij neve i thujmë është bidatçi. Tamam. Ai që beson se një gjunaf i madh të bën qafir, neve ati i themi bidatçi, ai është xhavarix. Neve themi veprimet nuk të nxjerrin nga imani, ashtu edhe si nuk të shtin në iman. Nëse një njeri pa e than shahadetin, pa besu me zemër, jo të xhumon, te xhut me fal, 5 vakët namaz me fal, a ka hy në iman? A ka hy? Jo. Atëherë një njeri që ka iman dhe e bën një veprim të kundët, pra një haram të madh e bën, a del nga imani, një lloj kysi së ndëhyje, edhe ai qetri nuk del, tamam. Derisa nuk e qun halal. Derisa nuk e qun halal. Sepse besimtari, neve themi ehli sunneti, nuk bëhet qafir me një vrasje edhe pse është një gjunaf i madh. Dhe në zjarr të përhershëm rrin vetëm qafirët apo mohuesit. Mirë, besoj se me kaq mbarojmë meselja e 7, po dersin tjetër do vazhdojmë me meselen e 8. Allahu Teala na bëf nasib mirë të kuptojmë këto, na ruaj nga gjunahet e mëdhaja, po ashtu edhe nga të voglat, dhe na bëf nasib një teube të sinqert që të na i fshije këto gjunafe. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.